Banor, Mos, na lutem mos. në kuadër të sensibilizimit kundër kancerit të gjirit dhe rëndësisë së kontrolleve periodike, vetëm vajzat e shtëpis do vizitohen nga doktoresh Edlira Rehovica. Doktoresh Edlira është e vetmja mjeke certifikuar në Shqipëri nga Bordi Amerikan i kirurgëve të gjirit dhe antare këtij bordi. Roz duhet jetë çdo ditë, jo vetëm muaj tetor. Kjo duhet jetë motoja e të gjitha grave, sepse diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Doktoresh Edlira ju mundëson të gjithë gjysmë finalistëve kontrolle pa pagesë për gjithë jetën. Faleminderit. Këtu është tolerima. Ti mos dua trokim, ti mos dua. E jani në dhomën e surprizave për vizitën tua. Jo, hajde këtu ti. Ti hajde këtu. Sinqerisht, Hajde shiko, unë jam Hajde shumë i stiç këtu, lumtur. hajde stiç. Unë jam sinqerisht i lumtur për këtë vajza. Çunat si unë dhe ti janë të lënduar. Çunat si unë dhe ti i kanë diskriminuar. Si kalon, mirë? Mirëmëngjes, si je? Si je? Faleminderit shumë. Për altrum tani, jo, si tani. Doktore Shamir jeni? Jeni lodhur? Një qik, po. Juve? Mirë, pak. Kaloni shumë bukur. Jeni shumë të mira të gjitha. Faleminderit. Dhe ti paske shumë mirësi. Shumë Faleminderit. Për mua shumë derë, gjithsesi. Për gjithë jetën konsulta falas është shumë derë. Shumë. Po keni qëndrën ose? Më lejohet ta them. Okej. Do jemi në kontakt. Doktore Shamir, besoj të gjitha bëjmë kontrollet check-upin. Rehovica, nami, Si ishte pjemëri? Mos ta shikni kështu, pse atëherë, një sekondë.